Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio jam me një miken time speciale, do të thosha. Ka ardhur Enkas për programin ton, ka udhëtuar dhe sot vjen në Mirëmëngjes Shkodër Edlira Lukaçaj, poete. Mirëmëngjes Edlir, mirë se erdhe. Mirëmëngjes dhe shumë faleminderit për ftesën. Faktikisht dua të falenderoj sepse ti vjen pas një promovimi të shkëlqyer, do të thosha. Do të thosha një fest e librit tënd, pasi e libri që ti ke shkruar, Ma gjeni një diell, është promovuar këto ditët e fundit në bibliotekën Marin Barleti. Secili krijues ndoshta do ta kishte zili një vlerësim të tillë nga personalitete të fushës, shkrimtar, poet, njerëz që njohin letërsinë dhe merren me të. Në mes tyre shkrimtari Skënder Temali, shkrimtari Zia Çela, poeti Alfred Çapaliku, profesor Refik Kadia, motra juaj e dona, por edhe mbase nëse takimi do të zgjaste akoma më shumë, besoj se përshtypjet dhe njerëzit që do të ngjiteshin në foltore do të ishin edhe më të shumt. Një vlerësim i jashtëzakonshëm për cilësinë e këtij botimi, për vlerat që mbart poezia jote dhe unë të përgëzoj. Ju si ndjeheni? Faleminderit për komplimentat. Ndihem shumë mirë, e surprizuar deri diku. Pak edhe llastuar, do të thoja me atë shprehjen si vajzë Shkodre, sepse për herë të parë, ndoshta pas shumë kohësh, intelektualisht u ndjeva e mirëpritur në Shqipëri dhe u ndjeva në shtëpinë time. Disa vargje të shkruara kohë pa kohë, rregull pa rregull, jo do të thoja që nuk karakterizohen nga ndonjë profesionalizëm letrar, pasi unë nuk jam një letrare e mirëfillt, po unë ndjeva jashtëzakonisht e vlerësuar nga këto njerëz intelektual që vetëm Shkodra mund të ketë dhe në një promovim të tillë libri që vetëm një qytet me vlera intelektuale si Shkodra mund din ta bëjë. Faktikisht ju ndjeheni shumë modeste, se ndoshta jeni edhe, si thuash, e surprizuar nga vlerësimi. Keni shkruar, por e keni hedhur këtë për të vlerësuar dhe ky vlerësim ka qenë sipas meje dhe të gjithë të pranishmëve dhe fjalëve të specialistëve ishte një vlerësim maksimal, do të thosha. Jeni kthyer pikërisht në Shkodër, megjithse rritjen vogëlin e keni patur këtu dhe keni zgjedhur Shkodrën si vendin tuaj për ta promovuar dhe për të dialoguar me një ambient tepër të ngrohtë. Pse? Sepse unë vërtet jam lindë e rrit në Shkodër dhe për 25 vjet kam jetuar larg Shkodrës, por Shkodra ka jetuar gjithmonë brenda meje. Duke ikur në një periudhë relativisht të hershme dhe pa filluar ata probleme sociale, ekonomike, intelektuale me të cilat mund të jetë has qyteti gjatë periudhës së tranzicionit, në memorien tonë Shkodra ka ngel vend i fëmirisë, i pafajësisë, i mrekullive, një qytet prall ku të gjithë njerëzit thonë "Nadia mirë", në një ëmbëlsi që nuk e gjen askund tjetër, nuk ka ndryshuar asnjë gjë për asaj Shkodrës hershme dhe ndër vite, mund thoya që çka ka qenë negative, shumë pak pas. Në lidhje me Shkodrën është veni i komplet dhe ka ngel vetëm ai imazh fantastik i një qyteti prallasht, fëmirisë, që nuk i gjet asnjë qyteti në botë. Kjo nuk mund të jetë gjë tjetër veç se dashuri dhe si thuash mbështetje të kokës pikërisht në vendin e aty ku ke lindur, ku i rritur, ke kujtimet tuaja, gjë që e gjejmë edhe në poezitë tuaja shumë shpesh. Megjithatë, unë do të nisem nga titulli Ma gjeni një diell, për shikimin e parë të një lexuesi, është një kuptim alegorik. Që ndoshta diku jeton brenda vetes dhe shpërthen me një kërkesë të tillë. Mund të ma shpjegoni paksa, Ma gjeni një diell? Titulli buron nga një poezi brenda ciklit letrar. Poezia është Ma gjej një diell, pak domethënë duhen këta modifikimet e redaktorëve dhe i vlerësoj.
Po ma gjeni një diell është më tepër një thirrje që çdo njeri në jetën e vet, një periudhë të zymt kur të rri problemeve, streseve, zhgënjimeve, deluzioneve me të cilat hosimi të gjithë një jetë, me të cilat bota tashmë nuk i ka pak, e improvizojnë dhe kërkon diçka tjetër, kërkon diçka që të ngrohë një diell, nuk e kujtoj përmendesh, po te poezia kalon diçka kështu, një diell të lashtë dhe të ri, një diell që të ngrohë po të djeg. Domethënë ato anët e mira, të ngrohta, të dritshme, që të tregojnë atë rrugën për t'ju larguar errësirës, anktheve, pa sigurisë në jetë. Dielli si koncept ta jep atë. Absolutisht, po. Dhe vërtet e keni gjetur një simbol të mrekullueshëm, të përballshëm, do thosha. Edhe kjo është ndoshta ajo që të godet që në titull. Megjithatë, duke shfletuar këtë libër, ndjen se pa dashur të kem futur krahun për të bashkëbiseduar në të gjitha ato sfera të jetës, anë të saj, në ndjeshmëritë, në çdo gjë që rreket tek një shpirt që gjithmonë nxjerr, buron, që mbrun shumë dhe më pas shpërthen në vargje. Si ka qenë ky proces krijues tek ti, Edlir? Faktikisht krijimi letrar të unë kanë nisur herët, ndoshta e ndikuar edhe nga një ambient letrar. Në familje, po asnjëherë në mënyrë profesioniste, e shikoja poezinë më tepër si një mënyrë të shprehuri. Ndoshta kur flasim nuk arrim të përdorim gjithë atë fjalor që mundemi ta përdorim në vargje. Nuk i emërtojmë dot të gjitha ndjenjat, pasi vetë folmja e përditshme e redukton këtë. Po gjatë jetës kisha nevojë për të shprehur disa gjëra, domethënë që jetoja në atë mënyrën time, po që ndoshta nuk ja thu njerëzit që ke përballë, një miku, një motre, një të afër, me ja thu dikujt abstrakt. Dhe duke e shprehur atë që e ndihen, ndoshta jo me ato fjalë që përdor për ditë, dhe një mënyrë ndoshta më ritmike, me atë ritmin që njeriu e ndjen shpesh për brenda, është edhe një terapi njëkohësisht, domethënë. Më pëlqejte shumë, ndjesha shumë e lehtësuar kur një breng, një mall, një trishtim, një problem, një gëzim, gjeja mënyrën për ta shprehur disi, po asnjëherë duke menduar se kjo mund të jetë një ndjenjë apo një reflektim që unë do ta ndaj me dikë tjetër. Shumë vonë dhe shumë me shumë dilema unë kam filluar me ndonjë poezi në Facebook që ky procesi të shkruarit është një si thua përqendrim i vazhdueshëm, apo nganjëherë këto vargje burojnë shumë shpejt pasi janë mbruajtur thellë për një kohë të gjatë dhe janë derdhur në moment mbase? Për mendimin tim, procesi i krijimit të një vargu ndohet në dy pjesë. I pari është në subkonsciencë, sikur. Po. Më kishte përmendur edhe ju, në subkonsciencën tonë çdo ngjarje që shohim, çdo ndjenjë që ndjejmë, çdo emocion që përjetojmë, e regjistrojmë disi, dhe në atë procesin e ripërtypjes, do të citoja Ismail Kadarin te Llora, ripërtyp mbrëmjeve dashurinë tonë të vjetër dhe nofullat e zemrës më dhembin Llora. Domethënë, sa bukur, po na kujton ca vargje të mrekullueshme. Të mrekullueshme vërtet, dhe i ripërtypim gjatë natës, gjatë momenteve të meditimit më tepër, sepse unë besoj që çdo njeri të shkurtër apo të gjatë ka atë periudhën e vet të meditimit, të domosdoshme në jetë ku riciklojmë një farë mënyre gjithë ata që kemi absorbu gjatë ditës, qofshin këto ndjenja, emocione, sentimente pozitive, negative, dhe ngel një ajk prej këtyre, që atë ajk besoj se në një mënyrë ndoshta pak më artistike, më intelektuale, njeriu ka nevojë ta shpreh. Disa njerëz këtë e bëjnë shumë bukur duke folur. Unë nuk e kam shumë atë aftësi, jam bile pak e kam mangët këtë te fjala. Më duket se përsëri jeni modest. Jo, sinqerisht, unë ndjej atë mungesë. Disa e kanë te skulptura, ndoshta te një përzierje ngjyrash e bukur, te muzika që është fantastike. E disa njerëz e kanë te fjala e shkruar. Në fakt, si lindi libri Ma gjeni një diell? Ju më herët më thatë se poezia është një mënyrë të shprehurit e jotja, po si formëzim, si ide,
Si lindi ky libër? Sinqerisht, ky libër nuk do të ishte libër, do të vazhdonin të ishin poezi në celular, në WhatsApp si mesazhe ose ndonjë status në Facebook në ditë veçanta, po të mos ishte ime më mësuese letërsie, një letrare poete shumë e mirë, një Refi kosfesht. Bushati Lukaçi. Pikërisht. Sepse në Shkodër natyrisht njerëzit e njohin dhe nxënësit ndoshta në këtë momente dikush që po na ndjek mbase edhe tund kokën në shenja provimi. Ishte pikërisht këmbëngulja dhe pasioni i saj që këto të ktheheshin një libër. Kam rezistuar fillimisht, pasi nuk ndihesha shumë e sigurt për botimin e këtyre poezive, po kur edhe miq e të njohur të tjerë, ndoshta njohës të letërsisë akademikisht shumë më mirë se sa unë, insistuan që t'i botoja. U përzgjodhen disa nga poezit, u kalun nga një redaktim me shumë vlera i letrarit Arben Bllaçit, të cilin e falenderoj për profesionalizmin, dhe kështu kthea një libër. Shumë bukur. Ndërkohë që poezia lirike në mbizotron në vëllimin tuaj, do të thosha që ajo prek shumë skuta të shpirtit. Reket në nuancat më të holla të zemrës së një femre, por edhe të bën të ndjesh shumë çka nga jeta e gjithë secilit. Janë lirika që i kushtohen jetës, anëve të ndryshme të saj, por veçoj shumë lirikat që janë kushtuar të afërme, të dashur tuaj. Dhe ndërmjet tyre një poezi, por jo vetëm një poezi, për babën tuaj të ndjerë, me qenë se jemi në një studio tashmë të afektuar nga ndjenjat, patjetër që nuk është tepër që të përmendim zotin Ferhat Lukaçi, i njohur për kontributet e tij, jo vetëm në qytetin tonë, si inxhinier, drejtues i telekomunikacionit, por edhe jashtë Shkodrës. Si e ndjer në këtë raporte me vargun tuaj dhe me njeriun e dashur? Si brezi jonë ka përjetuar mangësinë më të madhe, sidomos ato që janë larguar nga vendi herët, mangësinë e familjes. Duke e dëshiruar gjithmonë familjen dhe duke e dëshiruar gjithmonë sidomos figurën e babit, që përveç atyre atributeve që ju thatë për të, dhe unë ju falenderoj, por mu ka kënë një babi jashtëzakonshëm, një njeri jashtëzakonshëm, një mik i jashtëzakonshëm, nga ato që një herë gjende në jetë. E kam përjetu mallin për të vite me radhë, duke shpresuar gjithmonë se do të vi një ditë kur ne do të kemi një kohë më të plotë. Sepse Lira ka jetuar gjatë dhe jashtë Shqipërisë, në Turqi, po? Ndërkohë që unë prisja që të vinte ajo ditë kur unë kisha plotësu formimin tim akademik dhe babi kishte plotësu detyrimet, obligimet që ai ndjente ndaj vendit vet, ndaj profesionit vet, dhe do të kishim tepër kohë që të jetonin bashkë, e humba atë pas një sëmundje relativisht të rëndë prekse, nga ato që lën gjurmë në subkonsciencë dhe mund të kesh vite me radhë, mund si të rikthesh atyre ndjenjave dhe gjesh prapë që më shkru për ta. Mungesa e tij ka qenë i frymëzim negativ fillimisht, nuk e di a mund ta konsideroj frymëzim, po më duhej patjetër një terapi për ta kaluar, dhe ndoshta këto vargje ishin terapia më e mirë. Në fakt, në promovimin që u bë para pak ditësh në bibliotekën Marin Barleti, kjo poezi nuk u lexua vetëm një herë. Dhe nga ato që natyrisht e vlerësuan specialistët, u shpreh se nuk duhet lexuar vetëm një herë. Unë edhe për kënaqësinë e artit të shkruarit, edhe bukurinë e shprehjes, por edhe natyrisht për interesin tuaj të nderuar dëgjues, dëshiroj t'i kthem vargjeve. Edlir, ke dëshirë ta lexosh ti apo? Kam shumë dëshirë kur e lexoni ju. Nuk e di, jam e emocionuar. Ndërkohë regjia, ju lutem pak muzikë për poezinë, sepse vërtet më bën të ndjehem
e veçantë në këtë interpretim që kërkon vërtet shumë impenjim. Titullohet Ti nuk je një varr, bab. Ai mermeri ftohtë, me damart për hint. Ajo foto e buzëqeshjes tanë të ngrime, pak dhe, e lule mbi sipër, s'kan si me majt ndrysh shpirtin tanë. Nuk je një varr, bab. Nuk je ti ai stacion dhimbjesh pa fjalë, as ajo qetësi e thellë, solene, që veç më i loti djegun e prish sa pak. Ti e ajo pak mirësi që halal ka me të bocë. Je rruga ka ke ecë, e je fjalë. Me shumë emocion, natyrisht Edlira ka shkruar me shumë ndjenjë, dhe këto ndjenja nuk mungojnë për gjatë gjithë vëllimit të saj, por natyrisht të gjithë që ndjekin, jo vetëm që vlerësojnë krijimin, vlerësojnë figurën e babës të ndjerit Ferhat Llukaçej, por gjejnë edhe të përbashkëta me të gjitha ata prindër që na kanë lënë. Të përgëzoj për ndjenja që natyrisht përcjell kjo poezi, por jo vetëm kjo poezi. Edhe unë të falenderoj për vlerën që shtove poezisë me recitimin është. Isha emocionuar, nuk e di, po sepse vetë kjo poezi të bën të ndjehesh e tillë. Edlir, në fakt shpesh herë gjatë bisedës e përmende me shumë modesti që nuk jam një letrare mirëfillt. Në të vërtetë nuk e studiuar për letërsi, paçka se ke skalitur vargje të mrekullueshme në këtë vëllim. Ti ke studiuar për jurisprudencë. Si ke takuar këto dy fusha të veprimtarisë tënde? Jurisprudenca ka diçka të mirë. E kam studiuar në Universitetin e Istanbulit, do të thoya është një nga fakultetet më të vështira të jurisprudencës, që të detyron edhe si deg, edhe si staf akademik që kemi pasur ne, që të merresh me fjalën në mënyrë multidimensionale. Çdo fjalë, çdo koncept kishte përcaktimin e saj, për kufizimin e saj, dhe kjo është një mënyrë pak matematike e rikonceptimit të atyre bashkim tingu që ne i quajmë fjalë. Dhe për mendimin tim ka qenë një fat edhe një mënyrë, një rritje e cilësisë cime të shprehurit në të shkruar studimi i jurisprudencës. Janë bashkuar rastësisht. Gjë që natyrisht të jep mundësi në jetën tënde, apo jo? Jurisprudenca apo edukimi që kam marrë. Jo, këto të dy fusha që ti i lëvron. Më pëlqen të shkruaj, pasi sikur ju thash, domethënë nuk e kam aftësinë që të flas shumë mirë, nuk e kam aftësinë që të bind mosat shumë mirë, po e ndjej se kam akoma diçka për të thënë. Më pëlqen të flas qoftë në fushën e jurisprudencës, qoftë në letërsi. Prandaj ngoj që
duke qenë edhe se jo gjithmonë e kam shansin të flas në shqip, ndonjëherë jam e detyruar në gjuhë të tjera. Është më mirë ta shkruaj. Më mirë ta shkruaj, kam kohë të mjaftueshme të rilexoj atë që kam shkruar. Po gjithsesi kjo ndjenjë unë e di që kjo aftësi e jotja për të shprehur dhe për të shprehur bukur nëpërmjet vargjeve është shumë e hershme. Unë ruaj një që herët, që kur ki qënë nxënëse në 8 vjeçaren e atëhershme, një foto që lidhet me një pjesëmarrje në emisionin e radios. Nuk e di se sa mund të ta kap edhe kamera në këto momente, po këtu jam me Lirën që pas një emisioni dhe si gjithmonë e buzëqeshur, siç duket këto shprehje kanë shumë diell brenda teje. Prandaj dielli është një konotacion shumë domethënës. Vargjet tuaja kanë hershmëri që në fëmijëri, atëherë kur një krijues ndoshta nuk e kaq shumë të qartë rrugën, por ja që kjo rrugë pas ka hedhur hapa që atëherë të kujtohen fillimet e para. Më kujtohen, sidomos atë ditë kujtohen me shumë kënaqësi, si një ditë shumë e veçantë, rinisime të hershme. Më kujtohen, shkruanim në atë kohë, nuk shkruaja vetëm unë, kisha edhe shoqe të tjera, të brezit tonë që shkruanin. Më thonin që shkruaj bukur, po ime më që ndërsa sot është mbështetja ime kryesore, atë kohë duke si diçka jo me shumë vlerë që unë të merresha me letërsi. E kisha edhe mësuese letërsi edhe në provimin e lirimit në klasën e 8 më avuri kompozicionin, hartimin 8. Dhe kishte një nga trauma që unë kalova në atë kohë. Po kjo kërkesë e vazhdueshme patjetër që të ka bërë shumë mirë, apo jo? Tash e kuptoj që po. Shkruaja me kënaqësi dhe si një formë e të shprehurit ndryshe, kërkonim diçka ndryshe brezion në atë kohë, fillimet e viteve 90, ndikimet nga jashtë ishin jo të pakta, domethënë po ishim akoma një shoqëri e bukur e pastër, ndjenjat akoma të brishta, diçka ndjenim dhe shkruanim, ndonjëherë deluzionoheshim edhe shkruanim, po nga që përjetonim pak a shumë të njëjtat gjëra, bukur edhe pafajsisht, ndryshe nga rinia sot. Bukur edhe pafajsisht, ato poezi gjenin edhe pak jehon në atë brezin tonë, në ato fletoret me vija të shkruara me dorë, kuptohet, nuk ishte WhatsApp, nuk ishte printer, që të printonin, bënë një xhiro të vogël në ata bashkëmoshatarët e mia, po ditën e promovimit erdhi një vajzë, nuk ja kujtoj emrin, vjen keq për këtë, dhe më tha që unë i kam pas lexuar poezit tuaja që vita më përpara. Edhe mbante mend edhe vargun, cilin unë e kisha harruar, ajo më kujtoi. Një mënyrë ndryshe të shprehurit, do të thoya. Edhe poezia të ka ndjekur vazhdimisht. Pa çka se diku në një qoshe të sirtarit tënd të shkruar her pas here me vargje, diku për së shpejti, diku të menduara shumë gjatë, por që ju i rikthyer dhe ke formzuar këtë libër. Më bën përshtypje mënyra të shprehurit të lirë. Ke zgjedhur edhe dialektin gek, por edhe dialektin standard, më falni, edhe gjuhën standarde. Ndoshta këtu bashkohen, domethënë, ato mundësi shprehje më të mira që ka ideja, vargu, ndjesia, aty ku je ndjerë se më mirë shkodrançja, shkodranishtja ta ka plotësuar, ta ka mbushur, e ke përqafuar dhe e ke tëndën, natyrisht, shumë tëndën, gjë që je rritur, je mbrojtur, por nga ana tjetër edhe gjuha standarde përdoret me shumë mjeshtri, shumë bukur. Unë madje do të citoja edhe disa vargje, më lejo përsëri. Është një poezi, përsëri e regjis, do t'i lutesha pak muzikë, sepse natyrisht në këto momente muzika mund të më shoqëroj mrekullisht për vargun. Pak muzik, po. Është poezia Dëgjoje detin. Dëgjoje detin. Fjalët dallgërisht e shpërndan në për erën e njelmtët. Fjalë për ata që dëgjojnë me zemër. Dëgjoje pak historinë e tij të zjarrt, të kthyer në ujë e val. Dëgjoje detin. Në heshtje, përjetoje gjerë në magjepsje zërin e tij, derisa ndër sy
të ndjesh val. E nga thellësia e shpirtit të klifësh me mall si pulbar. Bukur. Të falenderoj sërish. Bukur. Madje do thoja që vargje që unë nga njëherë gjithmonë i kam në rubrikat e mia, patjetër që do të zënë vend me këto mjeshtri shprehje edhe në programin Mirëmëngjes Shkodër. Si ka ndodhur kjo që e ke konceptuar në 2 mënyra shprehje? Duke jetuar në mënyrë bilinguale, pasi kam jetuar jashtë Shqipërisë, shpesh herë kam shkruar në atë gjuhë që mendoja. Dhe shpesh herë, do të thënë, ndoshta për 10 vjet unë kam shkruar turqisht. Shkruaja poezi turqisht, i kam bile disa të botuara cikle të ndryshme jashtë. Po jo se ndjesha e plotësuar. Ndërsa kur kam shkruar shqip, kam shkruar kuptohet në gjuhën standarde, sepse ne edhe nuk para e mendonim që mund të shkruajmë edhe në gjuhën e Shkodrës. Ke patur një mësuese të rrept që e respekton, nuk lejon asgjë. Dhe poezia ime e parë e shkruar në gjuhën e Shkodrës është pikërisht kjo. Është ftohtë nën. Mund ta citoj pak? Po patjetër, pak muzikë përsëri. Është ftohtë nën. As ky diell i huaj s'po nxeh, as këta sy pa fytyrë që kur gjas dimën than. Është ftohtë nën. Herët erdh ky dimën, nën këtë qiell të tjera kujt. Shpejt mu ngri loti, mu ftof fjala pa ta than. Unë e vetë me sikulla ngujimit në këtë tokë ku as një varë s'kena tonit, me shpatullën erë, e të shkumen humner, një prekje m'nis, ma ngroh pak zemrën, nan. Unë e kam krejt qartë momentin kur e kam një shkruar. Një prekje m'nis, e ma ngroh pak zemrën, nan. Është një mesazh shumë i bukur, që përmbledhet bukur me këto vargje. Pasi kisha shkru këtë poezi, e vura rejtë, unë e pas kam shkru në atë gjuhë që unë kam folë me nane. Kjo është gjuha që unë i thosha, nuk mund t'i thosha mamit, është ftohtë të nënë, dhe sa do mund t'a shkruaj, po në të folurën time, kjo doli natyresht. Ky ka qenë momenti për herë të parë që unë e pashi një poezi e shkruar në. Edhe kush më bukur se nana e bën këtë prekje. Pikërisht. Disa gjëra i shkruajmë ashtu si në vin. Sado që mundohemi të fusim në për kallëp, në për pikërisht kuadrat gramatikor, ti monitorojmë, ti jenë të saktë të shkruara. Ndonjëherë nuk është ajo që do më thonë. Ajo që do më thonë është pikërisht është ftohtë nën. Dhe ashtu del, ato e vura re, domethënë se edhe në gjuhën e Shkodrës ne mund të shprehemi shumë mirë. Dhe disa nga përkthtimet e mia preferova t'i bëj në këtë gjuhë. Nuk mund ta quaj gegnisht mirëfillt, pasi ka një tjetër format gegnisht, janë ndoshta më mund të thoja domethënë gjuha e migjenit, do të kisha shumë dëshirë pasi për mua është flera më e madhe që kanë pas letrat shqipe për aq vite sa ka jetu, dhe gjuhën e migjenit është ajo gjuhë që mundohem ta kopjoj dhe ta përdor. Po pikërisht është e njëjta gjuhë që ne kemi fol. Dhe jemi duke komunikuar me një letrare të formuar, me një poetë shumë të talentuar, do thosha, të nderuar miq të programit ton. Në të vërtetë ky është libri yt i parë në poezi, por jo i pari. Ke shkruar, je shprehur. Kam shkruar, kam marruar për drejtësi, sikur e cituat pak më përpara, kam marruar njëkohësisht edhe për teologji dhe jam specializuar në të drejtë kanonike, më tej në të drejtë krahasuar. Dhe libri mi parë, ndoshta krejt po lidhje me letërsinë, ka qenë një libër i të drejtës së krahasuar që ka dalë në maj në Istanbul, në qarkullin, tash po kthehet në gjermanisht dhe anglisht, ka pas interes pasi vetë. Po, mund të afroheni pak pranë mikrofonit? Po, shoqëria e sotshme ka një farë interesi në këto temat, do të thoja pak spekulative, siç është gruaja, religioni, ndikimet e religioneve, kulturave të ndryshme ndër formimet e tjera. Libri ka qenë flet mbi ndikimin e kulturës greke dhe të drejtës romake në formimet e koncepteve të sheriatit. Shumë interesant, asgjë të bëj me poezinë, por që më ka ngrënë një kohë mjaftueshme, ndoshta do të thoja 10 vite të mira akademike, ku detyrova që poezinë ta lija pak në plan të dytë, do të shprehesha në një mënyrë më akademike, po prap ja di për nder edhe atij libri, edhe punës së atij libri, pasi më kanë dhënë një dimension të ri të shprehur. Sa bukur. Ndërkohë që duke u rikthyer përsëri libri,
ke një personazh të veçantë, një personazh në nënvetdije do të thosha, që dialogon shpesh herë, që mbështetesh, ballafaqohesh, dhe është Iris. Iris kush është? Dhe pse ka këtë emër? Iris, babya e synit. Ose Iris Ilirika. Domethënë kur e kam dëgjuar për herë të parë si koncept më ka bërë shumë përshtypje, është një bim shumë e veçantë, e cila rritet në pjesën veriore të Shqipërisë, po tashmë nuk është më e jona. Edhe si far, edhe si lule, ajo është përhap nëpër Europë, njihet si Iris norvegjeze, njihet si Iris skoceze, po e kanë harruar se është e jona. Është e jona. Është e jona. Një lule shumë e veçantë dhe një bim shumë e mirënjohur për efektet e saj qetësuese njëkohësisht. Njëkohësisht thonë edhe perëndia greke për ylberin, po nuk ka qenë kjo, domethënë. Iris te babya e syrit është një koncept që më ka lindë shumë natyrisht. Vim në këtë botë si shpirtra, në atë rrugtimin ton, atë pjesë që kemi me kalon këtë botë, e kalojmë vetëm, si gjysma e shpirtit. Domethënë do ta përkufizoja si një kërkesë për gjysmën tjetër të shpirtit, them ajo që unë nuk jam. Një poezi ashtu e kam shpreh. Nuk e di ç'a është Iris, domethënë nevoja për të folur me dikë, për t'ju drejtuar dikujt që më kupton më mirë se sa kuptoj unë veten, dikujt që është pikërisht ajo që unë nuk jam. Po e din shumë mirë se ç'a jam. A ekziston. Edhe ti Ilir në këto momente që ne po flasim, po qëndrojmë në këtë studio dhe në valët e Radio Shkodrës, na ke bërë që të ecim bashk në këtë copë rrugë, në rrugtimin e kësaj dite, duke të futur krahun dhe duke marrë këtë ndjeshmëri shumë të bukura, të buta, të sinqerta, të drejt për drejta, njerëzore, që vetëm një shpirt poetik i ka. Nuk e di nëse ka mbetur gjë jashtë këtij libri pa u shprehur. Shpresoj të ketë mbetur. Shpresoj të ketë mbetur që të kemi kohë edhe për disa poezi të tjera, edhe për disa diskutime të tjera, edhe për disa vlera të tjera të shtuara, si një emër, si një varg, si një sentiment. Padyshim. Ishte edhe një kërkesë e specialistëve, shkrimtarëve, poetëve që duke u referuar përsëri promovimit të librit tënd që Eglir, ke një vend në letërsinë shqipe. Mos e lër të vetëm këtë vëllim, por shoqëroje me të tjera botime të tjera. Mendon se do të jetë dikush tjetër, një vëllim tjetër më pas, megjithëse është një vëllim dinjitoz, do thosha me volum, me poezi të shumta dhe që prekin të gjitha anët e jetës dhe të shpirtit. Për sa kohë që bota ku jetojmë nuk ta jep mundësinë të shprehesh ndryshe gjithmonë. Besoj se do të vi, sepse unë kam akoma atë nevojën që ta shpreh veten me vargje, ta kem atë terapinë e fjalës, ta gjej diku Irisin që ta ule dhe të më dëgjojë, të dëgjoj ato vargjet e mia herë të sakta, herë të çmendura, do të thotë krisura, do të thoja. Do të kisha dëshirë, nuk e di. Po unë ta uroj që këtë rrugë të poezisë që ti e ke nisur në hershmërinë tënde dhe e ke konsoliduar me vitet tuaja, ta vazhdosh, po kaq suksesshëm sa ky libër me poezi i pari yti për të vazhduar më tej me të tjerë. Në fakt ishte shumë kënaqësi që ishim sot bashk në këtë studio. Mirëmëngjes Shkodër. Kënaqësia ishte imja, jam ndier prap. Shumë e mirëpritur, shumë e llastuar edhe shumë shpitame. Ju falenderoj pa mas. Patjetër që je në shtëpinë tënde, dëgjuesi që po na ndjekin në këtë moment, besoj të përshëndesin dhe duke ndjer sa të pak këto vargje që natyrisht përbëjnë një pjesë shumë të vogël të këtij vëllimi, të përshëndesin, të përkrahin, të vlerësojnë dhe natyrisht edhe të buzëqeshin në rrugën tënde. Do të dëshiroja suksese pafund në rrugën tuaj letrare, por jo vetëm, por meqense letërsia sot na mblodhi në këtë tryezë të Mirëmëngjes Shkodër, qofsh për herë kaq e vlerësuar e të lirë dhe me këtë ndjenja kaq të bukura, me këto nuanca shpirtërore që ti shpreh në krijimet tuaja dhe me
këtë ecuri mjaft cilësore në poezinë tënde. Falenderoj Pamas, falenderoj edhe dëgjuesin që rastin të falenderoj edhe të meritet si një vlerë e këtij qyteti. Faleminderit shumë. Faleminderit, je mirëpritur e lirë, ky ishte vetëm takimi i radhës bashk. Me të mira.